mendoj që duhet folur fort dhe duhet folur fort që të ndryshoj ky indeksi që shqiptarët e Kosovës nuk janë të mirëpritur në Shqipëri. Unë nuk mendoj në absolut që ka ngelur që të kuptohet kjo gjë nëpërmes artisteve apo pjesëmarrjeve televizive. Historia ka treguar dhe ka pasur momente shumë delikate të historisë që kanë treguar se sa bën shqiptarit për njëri tjetrin. Unë besoj që këto gjëra janë indicie të vogla për të patur për të krijuar një lloj polemike dhe për një vëmendje mediatike. Po, e dashur, unë u lidha, unë të thash që deri para pak kohësh, do të tashi, unë mendoj që jemi barabart. Po para pak kohësh, gjithmonë shqiptarët e Shqipërisë, unë që kam, sepse ne folëm ndryshe, ne kemi toskë dhe geg. Fakti që Rezi sapo na ofendoj, nuk është ajo mënyra që na flasim. Okej, kemi një pjesë të vogël që ndoshta flasin ashtu, por nuk e artikulojnë ashtu siç ju, sepse ne kemi një dialekt ndryshe. E para, e dyta ishte ofendim kur e tha ne thojza patriot fake. Nuk jena patriot fake se kemi luftën që 25 vjet akoma venat i kemi të prem. E treta, fakti që Olca Muhameti ka qenë vetmja person që është vetë në Big Brother të Kosovës, që është vetë edhe për mu kur hyra musafir me gatu pite, Rezi ka qenë e monitoruar nga Olca, jo nga Kosova, po nga Shqipëria, nga një shqiptare Shqipërisë. Kështu që janë disa pika që mua më ka fostru ky mënyrë e Rezit e foljes për ne Kosovës, kurse ne e dim fort mirë sa shumë ne bëjmë për shqiptarët e Shqipërisë. Ne ju duam juve, ju mirë presim çdo ditë. Po. Ju them përgjigjen. Madje jo do të e dashur, Shqipëria është shumë e madhe për të bazuar dhe për konkretizuar. Po, unë këta nuk tash keq që tash të zemra. Unë është për Kosovën. Unë fola për Kosovën. Deklaratë kësaj tipologjie. Njerëzit janë të shumë dhe unë besoj që mikpritja është shumë reciproke. Absolutisht. Absolutisht kam qenë në Kosovë dhe janë ndjerë shumë mirë, por në absolut kam shumë miq kosovar të cilët i mirëpres dhe shikoj shumë njerëz rreth vete që i mirëpresin me këtë njëjtin. Po që ka mikun e vet, shokun e vet në anën tjetër që njihen, që presin njëri tjetrin, por veç për ta vërtetu këtë çfarë po flasim ne në ditët e sotme dhe pak demantim për ata që mendojnë që më herët ka qenë ndryshe. 2007-2008, ajo është para 18 viteve, unë kom qenë musafir në një emision ku paneli i vitit të ri në Ediel Top Channel me Adi Krasën u dhec, ka qenë Zhani Ciko, tenor, soprano, gjithë kanë qenë Shqipërisë, Arbana, Kështë në vantar Juria në Voice. Jo, ma herët po flasim, po pra. Kom qenë vetëm unë nga Kosova në atë panel. Mirë po, aqë mirë kom kalu, edhe aqë mirë ka qenë gjithë shka organizume, sa që kjo që ka ne po flasim sot, unë e ndi që 20 e kusur vjetë në Shqipëri, njerës të mdojnë, dhe m'japin hapësirë aty ku duhet me m'japin hapësirë. Se është këto një po flasim sot, e ndrek. Ndërka, në të më bëjtë një ndërhyrje të fundit, me që i rezervojnë në Top Channel, prej vitesh ka moderator që të cilët realizojnë një karrierë të mrekullueshme, janë të mirëpritur, dhe ndër të cilat duhet thënë parasysh që punë shqiptarë në pret. Edhe dialektin, edhe kosovarët, edhe çfarë do lloj gjëje. Fakt nuk është e vërtetë. Ndryshu dialektin. Fakt është gabim kjo që po thu, sepse Argjira ka fol dialekt Kosovës, dhe kur e kom pyet Argjiren pse ke ndru dialektin, tha sepse Top Channel më ka thënë që duhet me ndryshu dhe ka vuajt një muaj, 2 muaj derisa u hy në sistemin e Top Channelit që Shqipëria ta kupton dialektin e saj. Kjo është gabim që po thu. Argjira e ka theksin e Shqipërisë tani me. Qyre, tani ajo mundet edhe me mësu theksin ose aksentin me fol. Por në atë panel dhe në panelet të ndryshme, do të thënë pranohet lehtësisht dialekti gegër, sepse ka një pjesë të konsiderueshme jo vetëm të shqiptarët të Kosovës, por edhe të shqiptarët të Shqipërisë që flasin dialektin geg. Dhe është i mirëpritur në çfarë do lloj televizioni, nuk ka të bëjë vetëm me faktin që nuk është i mirëpritur dialekti. Jo, vetëm se moderator do të ketë natyrisht kujdes. Por unë e di që 6 muaj kum qenë në Voice of Albania Njuri,
edhe është punu shumë dhe ka pas shumë, do me thonë, po duzi ti ke qenë antar juria, Algjira është moderatorë, kështu që edhe është normale nëse ju është kërku. Antar juria është diçka tjetër se ti tjetër për afërsisht që është Xuzi. Kurse kur punoj për ndryshu muaj të folurit. Po, unë e di këtë gjë, po shumë gjëra ndryshojnë kur ti punon për një televizion që nuk është ose Kosovë, Maqedoni, Maqedoni, ose Shqipëri. Që ku me O jo, nuk është ashtu të. Ty ta ka pasirën me kon vetvetja. Po sikur kisha qenë Top Channel. Ata nëse më japin mu si Xuç hapësirë, nuk presin një Xuç me 5-7 vjet i formum që ka me ndryshu të folurit e vetë. Pse është një televizion shqiptar. Nize na po folim për Rezin që është pak ofenduese me mënyra e tina. Duhet ta marrë vetë një vendim nga në për televizionet të ndryshme bashkëpunime në Shqipëri, vjenën shprehje që edhe ata që ndoshta nuk e njohin mirë aksentin në Kosovë që flasim se ne mbrana Kosovës kemi disa aksente krajinore, atëherë është veç e mirë së ardhën. Fakti, më falë që po më ndërpira, fakti që ne kemi, ja kina jap stresit fitoren në Big Brother Nishin, të regon që ne Shqipëri si duam shumë. Ja kina jap forësat të ti. Po, tani, mas 10 vite. Pas taj, e kemi këtë angocën Fashionova, në shte ka Stresi. Komë si dhe sa të flasën tani me fërti. Stresi. Për i rati po ta pëngjoj. Ska gjë, se unë e du stresi, njëra është djali. Se ka një poret akumë, edhe rezet ta, poret si ka morë stresi. Po si ka morë, se dhune di këtë gjë. Nuk kam ka thonë që si ka morë. Po ty kushtë të diqka, dhe ishta mu lidhë për punën e rezit. Mënyra që është ofendime ke, është shumë ofenduse dhe kjo ishte e vetë nga gjë që mund ka rëndu si një ftyrë publike e Kosovë. Në regull. Xuzi, edhe që tonë ke posu Nuk është stresi teme. Endrek, me qenë se jeni një situatë edhe një pyetje të fundit, po të bëjtë nuk duat të presësh më shumë. Si vjen kjo dashuria publikut e ti si këngëtar? Në sken nga kontaktet që ke, natyrisht edhe pas pjesëmarrjes së Big Brother që të ka dhënë edhe një tjetër shtytje le të themi në këtë që je sot. Unë jam munduar gjithmonë të transmetoj artin tim, muzikën time në mënyrën si që ndjej unë. Duke ndenjur në temën që po flasim sot, si në Shqipëri, si në Kosovë, ku kam performuar live dhe kam bërë muzikën time, jam bjerë gjithmonë shumë i dashur, jam bjerë gjithmonë shumë i pranuar. Miqt nga Kosova që unë kam artist pa fund, në për televizion e pa fund jam bjerë shumë mirë. Doja të shtoja diçka për punën e dialektit që u përmend për Algjirën, por nuk gjeta mundësi të flisja. Mos të harrojmë që ka dhe shumë këngëtarë shqiptarë që gjatë bashkëpunimeve kanë ndryshuar dialektin e tyre nga Kosovë në Kekë. Dhe kjo është një miks të cilit duhet pranuar. Mos të harrojmë, po ngelem prapë të festivalit parë, që është një nga festivalet më të bukura që unë kam marrë pjesë gjatë gjithë jetës time që u realizua në Kosovë para 2 vitesh. Mos të harrojmë që drejtori i festivalit, moderatori i festivalit ishte Adi Krasta. Në juri ishin të paktën 2 artistë kompozitorë të cilët vinin nga Shqipëria. Gjithashtu në festivalin kombëtar të Shqipërisë janë personazhe në juri nga Kosova. Florenta Brashi ka qenë në vitin që ka këtë vit që sapo mbyll. Domethënë, unë besoj që si artistët e Kosovës dhe të Shqipërisë bashkëtojnë në një mënyrë shumë në harmoni me njëri tjetrin dhe me publikun. Domethënë për mua nuk qëndron fare kjo deklaratë. Mendoj që është diçka e thënë në delir, është diçka e cila të paktën është siç e kam ndier unë. Nuk është totalisht e pa bazë. Unë gjithmonë jam ndier shumë mirë, si në backstage, si në sken, duke folur dhe për pjesën e kënga magjike që dëgjova. Nuk besoj kurse se ka të bëjë, domethënë që ne nuk do votojmë artistët që vinë nga Kosova asnjëherë. Është një formule e atill në të cilët artistët votojnë njëri tjetrin dhe normalisht unë e zëm se kam mik Xuxin, por hiqi ditën me Xuxin do influencohem dhe do t'i jap Xuxit pikë maksimale. Gjithashtu Xuxi do më kthej mua. Kjo është një formulë, është një debat komplet tjetër, nuk ka lidhje fare me